Përshëndetje! Ju përgëzojmë për idenë për të themeluar biznesin tuaj. Sigurisht se keni shumë pyetje, paqartësi dhe dilema. Do t'ju ndihmojmë t'u përgjigjeni, ti të i kaloni dhe për më tepër të inkurajoheni të bëheni i zoti vetvetes. Këto janë 10 pyetje dhe përgjigjet më të shpeshta për programin e vetpunësimit për personat me aftësi të kufizuara. Pa qifat. Po, dua të hap biznesin tim. Çfarë duhet të bëj së pari? Urime për idenë. Për t'u paraqitur për masën e vetpunësimit, persona me aftësi të kufizuara është më e rëndësishme që të jeni punëkërkues aktiv i regjistruar në agjencinë e punësimit. Kontrolloni statusin tuaj në qendrën tuaj të punësimit. A është e komplikuar procedura e aplikimit? A duhet të angazhohet edhe asistenti im apo i afërmi im? Për më shumë informacion rreth programit, mos nguroni ta kërkoni përfaqësuesin e UNDP-s, Adrian Skikuli, në numrin e telefonit 071 329 732. Po, gjithashtu drejtohuni edhe në qendrën tuaj lokale të punësimit për të plotësuar një aplikim, respektivisht një pyetësor. Për çfarë biznesi mund të aplikoj? Ideja juaj e biznesit mund të jetë nga çdo veprimtari përveç veprimtarisë bujqësore, prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe veprimtaritë shërbyese që lidhen me to, me përjashtim të prodhimit bujqësor organik, prodhimit dhe shpërndarjes së armëve dhe municionit, bizneset dhe aktivitetet financiare dhe sigurimet që përfshin lojrat e fatit dhe agjencitë private të punësimit. Por, mbani në mend se format juridike SHPK dhe zejtaria nuk mbështeten përmes kësaj mase. Dua të kem kompaninë time, por nuk kam njohuri të veçantë për drejtimin e një biznesi. A ka ndonjë trajnim që mund të më ndihmoj? Po, programi përfshin trajnim për sipërmarrësi që zgjat 2 ditë dhe udhëhiqet nga trajner biznesi me përvojë, të cilët punojnë me secilin kandidat në 8 tema të ndryshme. Nëse jeni person i shurdhër, programi ofron interpretues të gjuhës së shenjave. Për çfarë mund t'i përdor paratë e grantit? Mjetet e grantit në shumë prej 6.000 euro mund t'i përdorni për furnizimin e pajisjeve dhe ose materialeve, ripromaterialeve dhe mallrave tregtar të nevojshme për fillimin e biznesit tuaj. Por pasi të hap kompaninë, a mund të pres ndihmë dhe mbështetje pas hapjes së saj? Pasi të hapni kompaninë, do të keni mundësinë për mbështetje mentoruese në kohë zgjatje prej 12 muaj. Mentori juaj, ekspert dhe me përvojë në një fushë specifike, do t'ju këshilloj për hapat e ardhshëm të biznesit tuaj. Do të punoni së bashku për ide të ardhshme dhe për hapat e ardhshëm të kompanisë suaj të re. A e paguaj mentorin dhe për çfarë mund të më ndihmoj ai? Mbështetja e mentorimit është rësisht falas. Si person me aftësi të kufizuara, pronari ardhshëm i biznesit tim, a mund të mbështetem në përfitimet të tjera? Përveç grantit bazë prej 369.000 denar, ju keni mundësinë të mbështeteni edhe me maksimum 2 vende pune shtesë, për të cilat pason grant shtesë prej 153.750 denar, nëse punësohet njëri deri në moshën 29 vjeç, ose 92.000 denar për një person mbi 29 vjeç. Po, nëse dua ta mbyll kompaninë, a paguaj gjop? Po. Nëse do të mbyllni kompaninë brenda 2 viteve të para, atëherë marrëveshja e grantit parashikon detyrime të caktuara. Nëse kompania mbyllet gjatë vitit të parë, kthehet 80% e shumës së grantit, respektivisht 60% nëse mbyllet gjatë vitit të dytë. Cila është këshilla ose rekomandimi më i rëndësishëm që dëshironi të më jepni përpara se të aplikoj në program? Bisedoni me të afërmit tuaj për idenë, mbështetja nga të afërmit është më e rëndësishmja. Këshillohuni me njerëz më në përvojë që tashmë kanë më shumë përvojë në drejtimin e një biznesi. Informohuni, bëni pyetje në lidhje me idetë tuaj. Për më shumë informacione, vizitoni www.av.gov.mk.